Përshëndetje miq, tu i kam sjellë salcë kosi të përgatitur në shtëpi. Për ju që më ndiqni, e keni parë shumë mirë, kam postuar video dhe në YouTube ku e blej unë qumshtin. Këtu në Piemonte kemi këto makinetet, fusim gjetonat, lekët, edhe blejmë qumshtin. Megjithënë që ja vlenë, këtu i ke gjithë kushtet, ke dhe letrat për të fshirë duart, për të fshirë shishet, edhe e lejmë edhe pastër, për respekt për ato që vinë blejnë dhe për ato që vinë pastrojnë. Apo jo, e kam gabim. Ja kështu. E valojmë qumshin, e zjem si që zinim, këtu kam dhënë vetëm një shembull, e kullojmë me një nap, e lejmë qumshin të vogël derisa ta duroj gisht i vogël. Këtu e hedhim 2 lugë kos, qumësht e përziem mirë, mbasi është qumshi gati për kos, e përziem, e mbuloj me kapak, i vendosim një batanie, unë e vendosa afër termosifonit, se nga që është ftoft tani, dhe ky është rezultati mas një nate. Thellë doli, ta presësh me thikë. Ndërkohë vendosim një kullorse, një picet guzhine të pastër, të sterilizuar, të kurosur, dhe kullojmë kosin. Nuk e përgatita gjithë, se këtu kam 4 litra kos. Kjo është rezultati i salcës. Unë këtu përgatita dhe këtë salcën tzatziki, i hodha 2 kastraveca, i grim kastravecat me sikin pastruar, i shtrydhi me një picet të pastër guzhine, një thel pudër, vaj ulliri krip, piper sipas dëshirës, pak kopër, e përziem mirë. Megjithënë doli fantastike, ma pëlqyen shumë në familje. Ky është rezultati, nuk ka si gatimet, më falni, e shtëpisë. Pak vaj ulliri sipër, e stolisi me pak sheg, e kur thot deli, qa tash me sy, ciao.